Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Rreth 30 milion lekë është vlera shpenzuar për gjithë vitit 2024 për kompensimin e sasisë minimale e etiketë ujit për familjet në nevojë këtu në vendin tonë. 31 milion lekë është vlera e shpenzuar gjatë vitit 2024 për kompensimin e sasisë minimale e etiketë ujit për familjet në nevojë. Sipas të dhënave nga enti rregullatori i ujit, secila prej familjeve ka përfituar 5 metër kub ujë falas në muaj, teksa parat ju janë kaluar shoqërive të ujësjelljes kanalizimeve si subvencion nga buxheti i shtetit. Vlera e përfituar për shtresat në nevojë është zbatuar për 14 shoqëritë rajonale dhe për shoqëritë e ujësjellësve të Tiranës dhe Vorës, ndërkohë sa i takon ndarjes së parave, në krye të listës qëndron shoqëria rajonale Pogradec me rreth 8.6 milion lekë, ndërsa më pas vjen ujësjellësi Korçës dhe Kukësit. Mbulimi i 5 metër kub ujë në muaj për familjet në nevojë nisi aplikimin pas miratimit të një udhëzimi nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë mbi përdorimin e subvencioneve që marrin shoqëritë e ujësjelljes kanalizimeve nga shteti për vitin 2024. Në udhëzim specifikoheshin vetëm 2 prioritete për përdorimin e fondeve buxhetore, që ishin likuidimi i faturave të energjisë elektrike dhe kompensimi i sasisë minimale i etiketë ujit për familjet në nevojë. Këtu përfshihen familje që nuk kanë të ardhura ose kanë të ardhura të pamjaftueshme, jetimët të cilët nuk janë në institucionet e përkujdesit shoqëror, apo prindrit me më shumë se 2 fëmijë të lindur një herësh, që u përkasin familjeve në nevojë. Ashtu përfitues janë dhe viktimat e trafikimit pas daljes nga institucionet e përkujdesit shoqëror, deri në çastin e punësimit të tyre, si dhe viktimat e dhunës në marrëdhëniet familjare për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes që nuk trajtohen në institucionet e përkujdesit shoqëror. Ky është viti i parë që kompensimi i sasisë minimale të ujit për familjet në nevojë u përfshi në udhëzimin për përdorimin e subvencioneve të shtetit nga shoqëritë e ujësjelljes kanalizimeve. Referuar të dhënave më të fundit publikuara nga KESH, në total për gjatë 3 muajve të parë të këtij viti janë zhvilluar 10 tendera për sigurimin e energjisë, ndërkohë që energjia e blerë për këtë kushtim ka kushtuar rreth 38 milion euro. Rreth 38 milion euro u shpenzuan në 3 muajt e parë të vitit për blerjen e energjisë, me qëllim plotësimin e nevojave konsumatore. Sipas të dhënave të publikuara nga Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, në total janë blerë rreth 268.000 megavator energji, me një çmim mesatar prej 136 euro për megavator. Në total, për gjatë 3 muajve, janë zhvilluar 10 tender për sigurimin e energjisë. Kjo situatë është e ndryshme nga ajo e vitit të kaluar, duke qenë se deri në muajin qershor nuk u zhvillua asnjë procedurë për blerjen e energjisë, pasi nevojat plotësoheshin nga prodhimi i hidrocentraleve të Kaskadës së Drinit. Sipas llogaritjeve, rezulton se për gjatë gjithë vitit 2024, fatura për blerjen e energjisë arriti në rreth 70 milion euro. Këto të dhëna nxjerrin në pah edhe një herë varësinë që ka vendi ynë nga kushtet e motit në drejtim të gjenerimit të energjisë elektrike. Kjo duke marrë në konsiderat se rreth 94% e saj prodhohet nga burimet ujore, ndërsa vetëm 6% vjen nga impjantet fotovoltaike. KESH ka deklaruar se ka disa projekte në zbatim që synojnë ndërtimin e centraleve diellore, çka do të diversifikonte portofolin e kompanisë publike të gjenerimit, por deri më tani në prodhim është vetëm Qursaçi, me fuqi të instaluar prej 5.14 megawatt pik. Në vitin 2024, interneti është përdorur më shumë nga qytetarët shqiptar për të komunikuar, por jo vetëm, ndërkohë që sipas dhënave të publikuara nga AKEP, volumi i dhënave të transmetuara ka arritur në rreth 223 milion gigabajt. Gjatë vitit 2024, shqiptarët kanë konsumuar më shumë internet, por më pak minuta dhe mesazhe SMS. Interneti po përdor gjithnjë më tepër për të komunikuar, por edhe për edukim, argëtim apo biznes. Të dhënat e sapo publikuara nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare tregojnë se në Shqipëri qarkulloni rreth 3.3 milion karta aktive SIM në fund të 2024-s, rreth 1.4 karta SIM për banor, shifër kjo më e lartë se mesatarja e Evropës dhe ajo botërore. Megjithatë, numri i kartave SIM rezulton të jetë rënë me 12% në krahasim me 2023-shin. Ndërkohë, duket se përdorimi më i madh i internetit për dërgimin e mesazheve përmes aplikacioneve si WhatsApp, po zëvendëson formën tradicionale të dërgimit të mesazheve SMS. Numri i SMS-ve të dërguara gjatë vitit 2023 ishte rreth 384 milion, një rënje me gati 6.8% në krahasim me vitin 2023.
Numri SMS-ve të dërguara gjatë vitit 2024 ishte rreth 384 milion, një rënje me gati 6.8% në krahasim me vitin 2023. Nga ana tjetër, edhe numri total i përdoruesve aktiv të telefonisë celulare arriti në 2.5 milion në 2024, nga 2.6 milion që ishin në 2023. Përsa i përket totalit të thirrjeve dalëse të gjeneruara nga pajtimtarët celular në Shqipëri, në 2024 ishin rreth 3 miliardë 970 milion minuta, rreth 7.6% më pak se në 2024, ku totali i thirrjeve ishte 4.3 miliardë minuta. Volumi të dhënave të transmetuara nëpërmjet internetit në rrjetet mobile arriti në rreth 223 milion gigabajt në vitin që lan bazë. Statistikat zyrtare tregojnë se konsumi mesatar mujor për përdorues aktiv i shërbimeve celulare gjatë periudhës tetor-dhjetor ishte 145 minuta dalëse, 13 SMS dhe 8.94 gigabajt internet. Duke filluar nga janari 2023, në treg janë vetëm 2 operatorë celular. Në muajin shkurt të këtij viti, Autoriteti i Konkurrencës hapi edhe një hetim paraprak ndaj Vodafone dhe One Albania, pas ankesave të paraqitura mbi rritjen e çmimit të paketave me pagesë. Ky hetim ka nisur me argumentin se sjellja e ndërmarrjeve mund të përbëjë kufizim të konkurrencës, pra ekziston mundësia që 2 kompani të kenë lidhur një marrëveshje për fiksimin e çmimit, kufizimin e prodhimit apo ndarjen e tregjeve dhe klientëve. Në varësi të rezultatit të hetimeve, Autoriteti i Konkurrencës do të vendosë mbi sanksionimin me gjob apo jo të këtyre 2 kompanive. Scanintel ka përpunuar dhe analizuar në detaje të dhënat që tregojnë për tregtinë e jashtme për të parë se sa ndryshojnë çmimet mes eksportit dhe importit për të njëjtin produkt pikërisht në vendin tonë. Shifrat e tregtisë së jashtme na paraqiten në 2 dimensione, atë të vlerës, atë të peshës, nga ku mund të nxjerrim në pa të dhëna mjaft interesante. Scanintel ka përpunuar dhe analizuar këto detaje me hollësi për të parë se sa ndryshojnë çmimet mes eksportit dhe importit për të njëjtin produkt. Në analizë janë marrë vetëm kapitujt për të cilat ka kuptim çmimi për kilogram, që në pjesën ndërmuese janë produkte ushqimore. Sipas shifrave, produkti me vlerën më të lartë të eksporteve shqiptare gjatë shkurtit të këtij viti rezulton të jetë mishi dhe të brondshmet e ngrënshme të di, me rreth 3000 kilogrami. Në vend të dytë ndjekin lëngjet dhe ekstraktet e tjera vegetale me rreth 2300 kilogrami, ndërkohë që në vend të tretë gjejmë kafshët e gjalla me rreth 1400 kilogrami. Ushqimet e përgatitura prej mishi dhe peshku dhe nonprodukteve të detit mbyllin 5 vendet e para të listës. Frutat made in Albania eksportohen mesatarisht me 129 kilogrami, ndërsa zarzavatet me 67 kilogrami. Sa i përket importeve, ndërkohë në vend të parë gjejmë sërish lëngjet dhe ekstraktet e tjera vegetale, por me rreth 829 kilogrami, ndjekur nga kafeja me 767 kilogrami, si dhe kakaoja në vend të tretë me 686 kilogrami. Situata për importet, pra sa i përket produkteve më të shtrenjta, duket se ka mbetur e njëjtë nga viti në vit, por si ndryshojnë çmimet e të njëjtave produkte nga eksporti në import. Mesatarisht për të 22 produktet e marrë në analizë, eksportet janë ndryer më të shtrenjta se importet, ose 107%. Produkti i cili regjistron dhe diferencën më të madhe në çmim mes eksportit dhe importit me thuajse 19 herë është ai i mishit dhe i të brendshmeve, saktësisht me 1800% më të shtrenjta eksportet për të njëjtin produkt. Mishi shqiptar eksportohet i jashtëm me rreth 3000 kilogrami, ndërkohë që importohet me vetëm 166 kilogrami. Edhe sa i përket kafshëve të gjalla, diferencat janë drastike, me çmimin për kilogram mesatar të eksportit që fiksohet në 1440 lekë dhe atë të importit pranë vetëm 243 lekëve. Drithi që ne eksportojmë kushton 287% më shumë për kilogram mesatarisht sa i importit, me 144 lekë kundrejt 37 lekëve. E njëjta gjë vlen edhe për peshkun dhe në produktet e detit, me 147% më të shtrenjta mesatarisht eksportet se sa importet për kilogram. Nga ana tjetër, eksportet e frutave janë 1.6 herë më të shtrenjta se importet. Nga lista me 22 produkte që ne kemi analizuar, rezulton se vetëm 10 prej tyre regjistrojnë çmime importi më të larta se eksportet. Sipas të dhënave, blejmë më shtrenjtë se sa shesin, pije dhe alkoolet, produktet bulmetore, kafen, çajin dhe kakaon, po ashtu më të shtrenjta janë edhe zarzavatet, me një diferencë prej 2% më të shtrenjta importi se sa eksporti. Pushteti vendor kryeson me ankesa ndaj procedurave tenderuese, ndërkohë që sipas buletinit të muajit shkurt janë regjistruar gjithsesi 75 ankesa nga operatorët ekonomik në vendin tonë. Në rritje janë paraqitur ankesat e operatorëve ekonomik ndaj procedurave tenderuese në Komisionin e Prokurimeve Publike, sipas buletinit të muajit shkurt.
Janë regjistruar në komision 75 ankesa gjithsej, por për çfarë janë ankuar më shumë? Duke referuar ankesave sipas fazës së procesit për të cilën është paraqitur ankimi, ndahen në 45 për vlerësim ofertash, 29 për dokumente standarde të tenderit dhe 1 për të tjera, por ankesat sipas llojit të kontratës ndahen në 45 për mall, 27 për shërbime dhe 3 për punë publike. Numrin më të lartë të ankesave ka pushteti vendor, nga ku janë llogaritur 35 të tilla, 11 nga pushteti qendror dhe 25 nga shoqëritë aksionere, si dhe 4 të pavarur, ndërsa numrin më të lartë të ankesave sipas qarqeve kryeson ai i Tiranës, më pas qarku Elbasanit, i Durrësit e të tjerë. Por cilat janë tarifat financiare për muajin shkurt? Sipas buletinit, tarifa financiare të arkatuara si garanci për procedura prokurimi janë përllogaritur rreth 17.1 milion lek, ndërsa tarifa financiare të kthyer ndaj operatorëve ekonomik në përfundim të shqyrtimit të procedurave të prokurimit janë përllogaritur 15.1 milion lek, ndërsa tarifa financiare për të derdhur në buxhet të shtetit në përfundim të shqyrtimit të procedurave të prokurimit janë rreth 5.6 milion lek gjithsej. Gjatë 2 muajve të parë të këtij viti, qytetarët shqiptar kanë marrë plot 106 milion euro kredi për blerje të banesës, ndërkohë që kjo është shifra për 34 milion euro më e lartë se njëjta periudhë e vitit më parë. Rënja e euros është shoqëruar edhe me shtimin e kredisë për banim në këtë monedhë. Sipas të dhënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë, në 2 muajt e parë të këtij viti, bankat e nivelit të dytë kanë dhënë 106 milion euro kredi për blerje banese. E krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rritja e kredisë për banim është 31 milion euro. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore, ajo që bie më shumë në sy për këtë vit është rritja e vlerës së kredisë së dhënë në euro, e cila gati është dyfishuar krahasuar me fillimin e vitit 2024. Në janar dhe shkurt 2025 janë dhënë 34 milion euro kredi në monedhë europiane nga 17 milion euro që patën dhënë bankat një vit më parë. Sa u takon interesave të kredisë në lek dhe në euro, Banka e Shqipërisë ka publikuar të dhënat vjetore, sipas të cilave në 12 muaj interesi mesatar për kredin për blerje banese në lek ka rënë nga 4.3% në 3.7%, ndërsa interesat e kredisë në euro janë ulur nga 5.6 në 4.9%. Duket se zhurma për çmimet e larta nuk po i step qytetarët, kjo për faktin se një pjesë e madhe e rritjes së çmimeve është thjesht efekti i zhvlerësimit të euros. Sipas ekspertëve të tregut, ky treg vijon të ketë kërkesë për apartamente nxitur nga kjo edhe rritja e turizmit që ka bërë blerjen e shtëpive të dyta dhe të treta edhe një alternativë të investimit. Kompleksi Aquapark Tirana pritet që të rehabilitohet për të qëllim Bashkia e Tiranës, ka shpallur hapjen e konkursit ndërkombëtar që do të zhvillohet në 2 faza kryesore. Bashkia e Tiranës ka shpallur hapjen e tendrit për konkursin e projektimit dhe shërbimet e lidhura për rehabilitimin e Aquapark Tirana. Aquapark i Tiranës ndodhet në zonën jugore të qytetit, pranë digës e liçenit artificial të Tiranës. Akuadromi dhe pishinat publike të Tiranës kanë qenë gjithmonë një pjesë e rëndësishme e jetës së kryeqytetit, duke shërbyer si qendër për aktivitete sportive, kulturore dhe rekreative për komunitetin lokal dhe vizitorët. Sipas dokumentit të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, për të ringjallur këtë hapësirë të çmuar dhe për ta përshtatur atë me nevojat bashkëkohore, organizohet një konkurs ndërkombëtar për projekt ide që do të sjellë një vizion të ri për akuadromin e Tiranës. Konkursi synon të krijojë një hapësirë shumë funksionale që do të shërbejë për një gamë të gjerë aktivitetesh sportive, kulturore dhe rekreative gjatë gjithë vitit. Nëpërmjet rikonceptimit të akuadromit të Tiranës, kërkohet të rikuperohet një aset me vlerë i jetës publike të kryeqytetit, e cila lidhet ngushtë me natyrën, sportin e kohën e lirë në përgjithësi. Projekti i rindërtimit të akuadromit të Tiranës ka në fokus mbi të gjitha të rinjt, nëpërmjet krijimit të kushteve të përshtatshme për zhvillimin e aftësive të tyre sportive dhe forcimin e ndjenjës komunitare e lidhjeve shoqërore. Ky projekt paraqet gjithashtu një rast të mirë për të rikonceptuar jo vetëm arkitekturën e ndërtesave, por edhe atë të peizazhit dhe hapësirës publike nëpërmjet zgjidhjeve novatore që favorizojnë fleksibilitetin në përdorim për të funksionit të përcaktuar të objektit. Gjithashtu, ky konkurs ka
ka për qëllim rivitalizimin e hapësirës së akuadromit, duke krijuar një ambient që mundëson një shumëllëshmëri aktivitetesh dhe nevojash për vizitorët. Projekti do të sjellë risi bashkëkohore për këtë kompleks, të përshtatshme për të gjithë astinët, duke bërë akuadromin një destinacion të gjallëruar dhe të rëndësishëm për qytetarët e Tiranës dhe vizitorët e tjerë. Ndërkohë, procesi i konkurimit do të zhvillohet në 2 faza, ku në fazën e parë do të shërtohet procesi i pranueshmërisë, ndërsa në fazën e dytë do të bëhet dorëzimi i propozimeve për ide projektime. Juria do të shpallë ekipin fitues bazuar në përzgjedhjen e propozimit më të mirë. Kompanitë e sigurimit kanë paguar më pak dëme në 2 muajt e parë të këtij viti. Dhënat më të fundit të publikuara nga AMF tregojnë një rënje prej 1.28% të pagesës së dëmit. Janë ulur dëmët e paguara nga shoqëritë e sigurimit. Rreth 1.2 miliard lekë është shuma e dëmëve të paguara nga kompanitë në janar-shkurt të këtij viti. Të dhënat më të fundit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se dëmët e paguara bruto ranë me gati 1.28%, ndërsa pjesa më e madhe i përkasin sigurimit motorik, konkretisht MTPL-s së brendshme. Duke qenë se numri më i madh i kontratave dhe primeve të shkruara bruto është regjistruar për sigurimet në kategorinë e jo-jetës, edhe vlera e dëmëve të paguara është më e lartë në aktivitetin e jo-jetës. Rreth 87% e shumës së dëmëve të paguara i takon kategorisë së jo-jetës, 6% janë dëmë të paguara nga fondi i kompensimit dhe 6.5% janë dëmë të paguara për jetën. Nga fondi i kompensimit rezulton të jenë paguar më pak dëme se në 2024. Fondi i kompensimit nga dëmët në sektorin e transportit për vitin 2025 është në masën e 250 milion lekëve. Numri i dëmëve të paguara në 2 muajt e parë të vitit rezulton mbi 12.000, 626 më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit pararendës, nga të cilat 11.632 dëme janë paguar nga shoqëritë e sigurimit të jo-jetës dhe 479 nga shoqëritë e sigurimit të jetës. Për sa i takon sigurimit të jetës, produkti i jetës së debitorit ka vlerat më të larta të pagesave të dëmëve, ndërsa në kategorinë e jo-jetës pas atij motorik vjen sigurimi i mjeteve toksore, i sëmundjeve dhe më pas sigurimi nga zjarri dhe forcat e natyrës. Nga ana tjetër, dëmët pesull për ato që janë të papaguar akoma, që janë në proces vlerësimi ose që janë objekti çështjeve gjyqësore, kanë pësuar arritje. Sipas Institutit të Statistikave, në 2 muajt e parë të vitit janë shënuar 21.1% më pak aksidente rrugore se në 2024. Si rezultati i numrit më të ulët të aksidenteve të shkaktuara, edhe pagesat e dëmëve kanë qenë më të vogla. Tjetër, numri aksidenteve rrugore në 2 muajt e parë të këtij viti ka rënë me 18.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit më parë, ndërkohë që dita më e rrezikshme ka qenë e njëjtja. Numri aksidenteve rrugore në Shqipëri gjatë shkurtit të vitit 2025 ka shënuar një rënje të ndjeshme krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Sipas të dhënave nga Istat, gjatë këtij muaji regjistruar 88 aksidente rrugore ku kanë mbetur të lënduar ose kanë humbur jetën 122 persona. Kjo përfaqëson një ulje prej 18.5% të aksidenteve dhe një rënje prej 21.1% të numrit të viktimave të plagosurve në krahasim me shkurtin e vitit kaluar. Aksidentet rrugore janë shkaktuar në 81.8% të rasteve nga sjellja e drejtuesit të mjeteve. Më të prekujt nga këto aksidente kanë qenë personat e grup moshave 25 deri në 34 vjeç dhe 45 deri në 59 vjeç, secila me 24% të totalit të aksidenteve. Në shkurt dita me më shumë aksidente ka qenë e njëjtja me 20.5%, ndërsa dita me më pak incidente ka rezultuar e diela me 9.1%. Interesant është fakti se gjatë muajve të fundit të vitit 2024, dita me më shumë aksidente ka qenë e marta, ndërsa në fillim të këtij viti situata ka ndryshuar, duke bërë të njëjtën ditën me numrin më të lartë të aksidenteve. Si ka ndryshuar dita më e rrezikshme për aksidentet? Të dhënat e Instat tregojnë se dita me më shumë aksidente ka ndryshuar ndër vite. E shtuna ka qenë dita më e rrezikshme me 251 aksidente për vitin 2024. Në vitin 2023, shtuna dhe diela kanë patur më shumë aksidente me nga rreth 194 raste secila. Ndërkohë në vitin 2022 e marta ka regjistruar më shumë aksidente me 175 raste. Për sa i përket vitit 2021 dhe 2022, ditët më të rrezikshme kanë qenë e mërkura dhe e premtja, por se aksidente janë regjistruar në dekadën e fundit. Në total, gjatë 10 viteve të fundit në Shqipëri janë regjistruar rreth 17.858 aksidente. Viti me numrin më të lartë të aksidenteve ka qenë 2016 me 2032 raste, ndërsa viti me më pak aksidente ka qenë viti 2022 me rreth 1165 raste.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar pjesën fiskale të programit Made in Albania që synon të nxjisë prodhimin në Shqipëri, ndërkohë që sipas tij tatimi i vlerën e shtuar do të ulet në 15%. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka prezantuar në detaje programin Made in Albania që synon të nxjisë prodhimin në Shqipëri. Sipas tij, kodi fiskal që do miratohet 3 muajt e parë do mund të ndryshojë gjatë 4 viteve vetëm për lehtësime. Do të ulet numri shkallëve të ndryshme tatimore, vendoset taksa e shesh 10% mbi kapitalin, mbi të ardhurat nga puna me përjashtim të 50.000 lekëve të para, nuk do të atohen, rroga minimale s'do ketë. Taksa e shesh 10% mbi të ardhurat jo nga paga, zero taksim për profesionet e lira dhe bizneset e vogël, tavani vjetor për tatim fitimin zero për bizneset e vogël, 18 milion lek apo 500 euro xhiro në ditë, kufiri përjashtimit nga TVSH-ja 18 milion lek xhiro vjetore apo 500 euro në ditë, TVSH-ja do ulet, iken tabuja 20%, ulet në 15%. Gjithashtu, Berisha tha se taksa ndikimit në infrastrukturë do të ulet nga 18% e çmimit të shitjes në 2% të preventivit. Shkak themelor i çmimeve stratosferike në ndërtim janë taksat absurde që vendosen mbi sipërfaqen e ndërtimit, mbi metrin katror, të cilat në fakt, sipas rastit, minimumi 10 fishun taksën e përparme dhe në rastet tjera edhe 20-30 fishun atë. Sipas Berishës, taksa 3% e strehimit social mbi çmimin e shitjes shfuqizohet, ashtu si dhe tarifa 1% e lejes së zhvillimit mbi vlerën e investimit. Ndërkohë, tarifa rivlerësimit të pronës do të ulet nga 5 në 1% dhe taksa shitjes së pronës do të ulet nga 15 në 2%. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përzgjedhur kompaninë që do të transportojë votën e emigrantëve shqiptar, ndërkohë që paraprakisht llogaritet një fond prej 10 milionë eurosh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka gati kompaninë e cila do të transportojë votën për emigrantët shqiptar. Nga 5 kompanitë ndërkombëtare që ofrojnë shërbimin ekspres të ftuara në konkurrim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, është përzgjedhur DHL. Kjo kompani postare do të bëjë të mundur dërgimin dhe kthimin e zarfit me fletën e votimit në 85 vendet e botës ku emigrantët shqiptar jetojnë. Ndërkohë, një vëmendje e shtuar do duhet nga votuesit shqiptar të cilët jetojnë në diasporë dhe kanë shprehur interes për të votuar pasi janë regjistruar në platformën PER, do duhet të ndodhen në Shqipëri, sepse zarfi zgjedhor nuk do të lihet në kutit postare ku zakonisht qytetarët e huaj marrin fatura mujore, por do u dorëzohet personalisht votuesve. Paraprakisht është për llogaritur fondi me 10 milion euro për 225.808 zarfe, të cilat do të shpërndahen emigrantëve shqiptar, dhe kosto e transportit të një vote për votuesit shqiptar nga diaspora do të kushtojë rreth 40 euro, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke filluar nga data 5 prill, në sallën e lojrave Feti Borova, pranë Parkut Olimpik në Tiranë, do të nisë paketimi i 245.808 zarfeve me fletët e votimit, por t'u dërguar të gjithë emigrantëve të cilët janë regjistruar për të votuar nga vendet ku ata jetojnë. Për fletët e votimit të emigrantëve të diasporës do të përdorit i njëjti model si në Shqipëri, por me një element shtesë, ku do të jetë një shirit blu në anën e pasme. Për gjatë vitit 2024 janë arkëtuar rreth 1 miliard lekë nga universitetet publike dhe private në vendin tonë, ndërkohë që sipas dënave të publikuara së fundmi nga Instat, ato tregojnë se numri studentëve të regjistruar ka pasur një rënje me rreth 14%. Edhe pse me një rënje të numrit të studentëve në auditorët e universiteteve të Shqipërisë, të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se gjatë vitit të kaluar janë argëtuar pak më shumë se 1 miliard lekë nga universitetet publike dhe private. Kjo shifër përmbushi planin e hartuar nga Ministria e Financave për të arritur të ardhurat nga arsimi i lartë, që kishte si objektiv mbledhjen e 1 miliard lekëve nga këto institucione për vitin 2024. Pavarësisht kësaj, të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se numri i studentëve të regjistruar në arsimin e lartë ka pasur një rënje prej 14% gjatë periudhës 2020-2023. Gjatë vitit 2023, regjistrimet arritën në rreth 84.000, një ulje lart krahasuar me vitet e pandemisë, ku numri i studentëve ishte më i lartë.
Vetëm gjatë vitit akademik 2023-2024, mbi 11.000 maturant aplikuan për të studiuar jashtë vendit, një shifër që tregon për preferencat gjithnjë në rritje për arsimin ndërkombëtar. Kjo ndodhi në një periudhë kur qeveria përpiqet të mbajë studentët në Shqipëri përmes ofrimit të bursave dhe mundësive të tjera, duke promovuar disa programe studimi që janë shpallur si në përparësi kombëtare. Ndërkohë universitetet jashtë vendit vazhdojnë të ofrojnë mundësi më të mëdha. Mes paralajmërimeve të shumta për protesta nga sot në Kosovë, qytetarët do të paguajnë më shtrenjtë energjinë elektrike, ndërkohë që kundërritjes së çmimit veç shoqërisë civile dhe biznesit është deklaruar dhe presidenca e vendit. Sipas vendimit të zyrës rregullatore të energjisë, nga 1 prilli energjia elektrike do të jetë 15% më e shtrenjtë. Qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile kanë kundërshtuar këtë masë në fillim, në një kohë që kundërritjes së çmimit është shprehur dhe presidenca e Republikës së Kosovës. Kjo e fundit përmes një njoftimi deklaroi se propozimi për rritjen e çmimit është në kundërshtim me kornizën ligjore që mbron konsumatorët dhe injoron situatën ekonomike në vend. Por pavarësisht reagimeve politike dhe qytetare, aplikimi i tarifës së rritur të energjisë ka mbetur në fuqi dhe nis zbatimi nga data 1 prill. Konsumatorët kanë nisur përgatitjet për protesta, të cilat po paralajmërohen prej ditësh. Shqetësime kanë paraqitur edhe organizatat e bizneseve në vend, të cilët kanë paralajmëruar ngritje të çmimeve të produkteve në rast se shtrenjtohen tarifat. Por ekspertët e ekonomisë në Kosovë kanë cilësuar të pashmangshme ngritjen e tarifave të energjisë elektrike, në mënyrë të veçantë kur kompania furnizuese me energji duhet të shtojë sasitë e importit të saj. Ky ka qenë edhe argumenti kryesor që kanë përdorur autoritetet për rritjen e çmimit, në një kohë që aplikimi po e çon Kosovën drejt një situate të tensionuar sociale. Donald Trump ka deklaruar se tarifat reciproke do të synojnë të gjitha shtetet e botës, por kjo strategji ka rritur ndjeshëm tensionet tregtare globale. Sipas vendimit të zyrës rregullatore të energjisë, nga 1 prilli energjia elektrike do të jetë 15% më e shtrenjtë. Qytetarët dhe organizatat e shoqërisë civile kanë kundërshtuar këtë masë në fillim, në një kohë që kundërritjes së çmimit është shprehur dhe presidenca e Republikës së Kosovës. Kjo e fundit përmes një njoftimi deklaroi se propozimi për rritjen e çmimit është në kundërshtim me kornizën ligjore që mbron konsumatorët dhe injoron situatën ekonomike në vend. Por pavarësisht reagimeve politike dhe qytetare, aplikimi i tarifës së rritur të energjisë ka mbetur në fuqi dhe nis zbatimi nga data 1 prill. Konsumatorët kanë nisur përgatitjet për protesta, të cilat po paralajmërohen prej ditësh. Shqetësime kanë paraqitur edhe organizatat e bizneseve në vend, të cilët kanë paralajmëruar ngritje të çmimeve të produkteve në rast se shtrenjtohen tarifat. Por ekspertët e ekonomisë në Kosovë kanë cilësuar të pashmangshme ngritjen e tarifave të energjisë elektrike, në mënyrë të veçantë kur kompania furnizuese me energji duhet të shtojë sasitë e importit të saj. Ky ka qenë edhe argumenti kryesor që kanë përdorur autoritetet për rritjen e çmimit, në një kohë që aplikimi po e çon Kosovën drejt një situate të tensionuar sociale. Në fund të këtij edicioni kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë, gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi funduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.